para se të shkojë te shqiptarët. Kjo konkurenca që the për medaljet është e vërtet. Ne jemi mësuar ta shohim pak në lojrat olimpike klasike, ato verore, që shtetet vërtet masim forcën e tyre dhe gjithmonë kemi atë renditjen klasike. Nuk e di se si ka qenë më përpara, apo të paktën 20 vitet e fundit, vendet me sipërfaqe dhe popullsi më të madhe, pra Shtetet Bashkuara, Kina, Rusia, përsa ko ka qenë me flamurin e saj, kanë qenë gjithmonë top 3-shën. Po, e vërtet është, po këtu ka një ndryshim tjetër, sepse janë dimërore dhe po të shohësh në rezultate, këto shtetet e mëdha kanë vetëm numër pjesëmarrësh, po medalje pastaj janë këto shtetet evropiane, për shembull Austria, Zvicra, kanë dalë në vendet e para në lojrat e kaluara olimpike. Vende me Alpe. Me Alpe, domethënë ato janë të, po them, të profilizuara te lojrat dimërore, normalisht. Jo se Amerika, Kanada nuk është, po talentet domethënë janë te pjesa e Italisë, Gjermanisë, Austrisë. Austria ka marrë shumë medalje mbaj mend në lojrat e para olimpike. Është e vërtet që është e veçantë kjo, sepse ndodhet në Milano Cortina, është për herë të parë, ishte kurioziteti i veçantë që zhvillohet në 2 vende. Dhe në Milano dhe në Cortina, më përpara është bërë gjithmonë në një vend, për shembull. Edhe në qytet, pra me San Siron që dhe temi vendodhja kryesore e ceremonisë, po edhe në Cortina, në Malë, sipër. Sepse normalisht ata që garojnë vendosen në një vend në Alpe. Ati ku tjetë edhe ekipi kuqezi. Po, edhe ekipi kuqezi. Normalisht Italia ka infrastrukturën e dur për të krijuar një fshat olimpik. Ndoshta edhe pastaj pjesa e këtyre kurioziteteve tjera që janë fjetja, po çdo gjë, ushqimi, këto ka shumë zhurmë kur vjen puna te fshati olimpik dhe ka gjithmonë fakte shumë interesante që ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri. Te ky i Italisë në Milano, ka bërë përshtypje diçka, pra si po grumbullohen sportistët atje, se është një jetesë më vete. Pra një fshat brenda një qyteti. Sportistët shkojnë atje dhe le të themi izolohen disi nga bota e jashtme, por kanë shumë mënyra argëtimi atje brenda. Është një resort gjigant ku mes tyre janë fytyra të famshësh. 3.000 kg mos gaboj, jo 3.000 vezë gatuhen në ditë. Në ditë. Kjo ishte një zinxhir italiane, 3.000 vezë në ditë inxhinierët e tyre. Unë them pak janë 3.000 vezë në ditë, pra i sportistë janë atje, se nuk ka një secili. Mos gaboj 450 kg makarona. Patjetër. Aty do gatuhen, domethënë për ku të shkosh pa makarona në Itali. Domethënë thjesht ajo është e mirë organizuar, normalisht edhe pjesa e akomodimit, po lexoja pak dhe shumë shtretur, normalisht si për atletët që vendosen aty dhe kanë një lloj distance nga ata që janë tifozë dhe kanë, nëse kanë mundësi, po them, që të ndjekin nga afër këto lojrat, tifozët, padyshim ka dhe bileta që mund t'i ndjekësh. Dhe besoj dhe për çmimet, që sapo lexova një artikull të Delo Sportit, nuk është se ishin shumë të shtrenjta në krahasim me një event.